kemi parasysh prej viteve 90-ta ne kemi pas një lloj nacionalizmi etnik, themi kështu, i cili shpeshherë ka qenë ekspansionist dhe ka pas pretendime territoriale, ajo ka vazhdu. Aktorët pothuajse të njëjtë ende sot janë në skenën politike në shumë vende të Ballkanit. Dhe kjo, si më thonë, është etablu si një ideologji dominuese në shumë vende, edhe krahasuar prej, si më thonë, partive ose grupeve politike ekstreme në Evropë ose Perëndim. Në rajonin ton është burim i inspirimit ideologjik të këtyre grupeve dhe të këtyre lëvizjeve është identiteti nacional, etnik, edhe që është shpeshherë edhe shovinist, pra është i drejtuar karshit të tjerëve. Kjo është ajo pse rajoni jon ka një ekstremizëm të djathtë me bazë etnonacionaliste.